Thoshte Blaise Pascal, fizikant, matematicien, filozof e teolog i shuar francez i shekullit të 17, asnjë njeri nuk është as angel as djall, por bëhet djall kur kujton se është angel. E sa të vërteta janë këto fjalë kur shohim ngjitjen e sotëm, në cilin Jezus i përshkruan dy njerëz. I pari, ai që plot krenari, lutet në tempull e lavdrohet për të mirat që ka, ndërsa i dyti plot përvojtri të skajshme, i kërkon Zotit falje për mëkatet e veta. E dëgjuam edhe gjykimin e Jezusit për secilin prej tyre, kur thot, unë po ju them, ky i dyti pra, u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar, e jo ai. E arsyeja pse Jezusi e kishte treguar një shembull të tillë na tregohet pikërisht nga rreshti e Ungjillit ku thot Jezusi e tregoi këtë shembull për disa që e mbanin veten të drejtë dhe i përbuznin të tjerë. Si ka mundësi që nganjëherë na thot mendja se jemi si me një kam në Paris, gati e kanonizojmë vetveten, e shpallim veten shenjt. E si ka mundësi nganjëherë që kur dalim para Zotit në lutjen tonë, duket sikur në ato fjalë tona, gjojat përvojta, jemi duke shpreh vetëm krenari. Duket sikur jemi duke thënë, o Zot, sa i mirë jam. A thu se s'ka njerëz në botë më të mirë se ne, s'ka pas as do të ketë të tillë. Në fakt këtë nën kuptonte, ky farizej kur thot të falenderoj o hyj që nuk jam por si njerëzit e tjerë. Cuba të padrejt kur është shkelës, ose si ky dagram laus, agjeroj 2 herë në javë, jap të 10 e krejt fitesës. E para se të përmend fjalët e farizeut, Jezusi në fakt tregon gjendjen e tij shpirtërore kur thot farizeut cirin këmb, lutej në vetvete kështu. Disa biblistë këto fjalë cirin këmb i përkthejnë në këtë formë. Farizeu përpara vetvetes lutej kështu. Pra ishte vënë shpirtërisht para vetvetes, jo para Zotit. Nuk e shihte jetën e vetvetën e botën me sytë e Zotit, por me sytë e vetvetes shihte botën të tjerë, por edhe Zotin. E prandaj nuk arrinte ta merrte hirin e Zotit. Edhe sot në fakt hasim shpesh kështu njerëzish të cilët mendojnë se janë mirë me Zotin ashtu siç mendoi ky farizej vetëm se kishte praktikuar e zbatuar disa rregullore. Sot në fakt hasim shumë njerëz që mendojnë se nga që nuk kanë vjell, nuk kanë vrarë, nuk kanë bërë kurrë shkelje, janë mirë me Zotin, nga që kanë kryer disa detyrime ndaj kish, ndaj disa pagesave që mund të kenë bën kish o kontributeve, mendojnë se janë mirë me Zotin. Jo, dëshira e parë që ne duhet kemi është ajo që t'i përngjajmë Zotit, i cili është dashuri. Jemi krijuar në përgjithësimin e tij, e prandaj të kemi kujdes. Rregulloret, shtrëngesat e shpenzimit të ndryshme që dikush mund bëjë në vetëm shprehje e kësaj dëshire për t'i përngjajë Zotit. Në fakt leximi i parë duket sikur ka për qëllim të na jap arsye teologjike për të cilat ne duhet të bëjmë mirë në jetë. Thot, dhuroje të Tejet Lartit siç të ka dhuruar ai ty. E duke e ditë se ne njerëzit mund ta degenerojmë lidhjen tonë me Zotin në një formë pazari, si Raciti vazhdon me fjalët, mos u mundo ta thyesh me dhurata, sepse ai nuk i mban kujt krahun në dëm të skamnurit dhe dëgjon uratën e të nëpërkëmburit. E në fakt, në Ungjillin e sotëm, i nëpërkëmburi ishte ky tagramlaus, i cili në fund të tempullit nuk i bëi as kryt ta ngrinte lart përsërit te këto fjalë, o hyj kim shir për mua mëkatarin. Po ta mendosh në fakt po bënte vetëm lutje teologjikisht të saktë që po ta bëjmë nuk do të gabojmë asnjëherë sepse mëkatar jemi të gjithë, sidomos kur vihemi para hyjit, e cila është e mira e pambaruar, e gjithmonë do të gjejmë mëkate. Ta them se dikush dëshiron të niset në rrugën e shenjtërisë, sa më shumë që të ecin aq më shumë do të gjejnë mëkate. Imagjinoj një grua që dëshiron të pastrojë llomen e vet. Nëse është drita e fikur, patjetër që nuk do t'i shohin papastërtitë, por nëse ndes dritën, pra nëse ne ndesim dritën e shenjtërisë, atëherë patjetër fillojnë të dalin pa dhe papastërtitë. E nëse kjo grua afrohet të shoh më nga afër llomen, objektet, do të vëre ndonjë papastërti tjetër. Kështu është pra dhe me ata që i afrohen Zotit, fillojnë të vënë re papastërtitë ndryshme. Madje vënë re se sa të aftë janë për gjëra të këqija, kur e shohin se e bëjnë rezistenca të ndryshme brenda vetvetes. Me të drejtë thoshte një filozof e teolog i famshëm danez i shekullit të 19, Kierkegaard, nuk ka gjë që e trem njeriu më fort se sa të vetëdijsohet për pafundësinë e asaj që mund të bëjë e mund të jetë. E një shenjë shumë i dashur, Shën Jean-Marie Vianney, në shekullin e 19 në Francë, i kishte thënë njëherë një bashkëpunëtore baritore këto fjalë: "I kam kërkuar hyjit që të më bënë ta njihja mjerimin tim. E njoha dhe aq fort u dërmova, sa që u luta të ma pakson të sfilitjen që ndjeja. Më dukej sikur nuk po ja dilja do ta duroja."
Pra kishte vënë re se sa javë do t'jenë për mëkatet mëdha, i kishte kërkuar Zotit që t'ia largonte pak këtë sfilitje. Prandaj të mos kujtojmë si jemi engjëj, sepse pikërisht kur e kujtojmë një gjë të tillë, duke u kthyer citimit të Blaise Pascalit, atëherë do të shndrohemi në djaj. Ta ruajmë vetveten nga krenaria. Krenaria mund të jetë vetëm mëkat në jetën tonë. Ndoshta vërtet kemi bërë mëkate të mëdha. Ato mëkate që kujtojmë se janë vetëm ato të mëdha, kur është shkelje ose vrasje ose vjedhja. Por të mos harrojmë, krenaria ishte mëkati i djallit. Mjaftoi ai mëkat, krenaria e vetme për ta larguar nga lumturia e parajsës. E djalli nuk kishte vrasë asnjëherë, nuk kishte bërë kur shkelje asnjëherë, nuk kishte vjedhë asnjëherë, por krenaria e vetme ja humbi lumturinë e Zotit në lavdinë e parajsës. Por ekziston një lloj krenarie e shenjtë, nëse kështu mund ta quajmë. Ajo që e shpreh Shën Pauli në leximin e dytë kur i shkruan Timoteut. Fort i dashur, sa për mua gjaku im, tashmë po derdhet në nder të hyjit, dhe koha të nisëm për atë jetë arriti. E me krenarit shenjtë vazhdon, luftën e mirë luftova, vrapimin e kreva, fejën e rujta, qysh tash më pret gati kur ora e drejtësisë, që atë ditë do të më jap Zoti, gjykatësi i drejtë, dhe jo vetëm mua, por të gjithë atyre që do ta presin me dashuri ardhin e tij. Kjo është feja e gjallë, e të mos pendohemi që ruajmë fenë deri në fund të jetës tonë, sepse ndërkohë që ruajmë feja është ajo që na ruan ne e na përcjell për lumturinë e parajsës. Por thot diçka shumë bukur Shën Pauli, ata që presin me dashuri ardhin e tij. Pra feja e gjallë nxit në ne jo vetëm pritjen e takimit me Zotin, por edhe dashurinë vepruese. E prandaj, ndërkohë që na e ngroh zemrën ajo që presim, kjo krenari e shenjtë që presim se do të realizohet ne, të mos na shkatërrojë krenaria e kotë, ajo që kishte ky farizej, por të jemi edhe ne të përvujtë të mëshirshëm si Jezusi.